Eliona, e lodhur nga debatet e pafundme dhe tensionet që po rriteshin çdo ditë, përpiqet të qëndrojë e qetë, por këtë herë ofendimet e Albës e godasin shumë më fort se zakonisht. Ajo ri ulur në një qoshe të dhomës së ndenjës, duke u përpjekur të mbaj veten, por zëri i Albës që vazhdon ta sulmojë me fjalë të rënda i rëndon gjithnjë e më shumë. Fytyra e Elionës fillon të ndryshojë. Syt i mbushen me lot që përpiqet t'i fshijë fshehurazi, por emocioni është më i fortë se çdo kontroll që mund të ketë. Banorët e tjerë e shikojnë me shqetësim, sepse e kuptojnë që ajo ka arritur një pikë ku nuk e përballon dot me atë presion dhe negativitet. Pasi dëgjon edhe një koment të Albës, që këtë herë është më i rëndë se të tjerët, Eliona thjesht thyet. Lotët i rrëshqasin në faqe, fillimisht ngadalë, pastaj gjithnjë e më shumë, derisa ajo mbulon fytyrën me duar duke mos qenë në gjendje të flasë. Ajo dridhet nga emocioni, nga shgënjimi dhe nga stresi që i është mbledhur ditë pas dite. Banorët e afërt me të i afrohen, duke u përpjekur ta ngushëllojnë, ndërsa Eliona vetëm përsërit me zë të ulët se ajo nuk e kupton pse Alba po sillet në atë mënyrë me të. S'kam bër asgjë. Pse duhet të më flas ashtu? Thot mes lotëve, duke u dukur plotësisht e thyer. Atmosfera në shtëpi bëhet e rëndë. Të gjithë e kuptojnë se kjo situatë ka kaluar kufijtë e një debati normal dhe se Eliona po e përjeton çdo sulm shumë personalisht. Ajo qëndron ashtu, duke qarë, e paaftë të vazhdojë bisedën, duke treguar qartë se nuk duron dot me atë mënyrë sjelljeje dhe presioni që i është bërë. Ndjenja e saj e lëndimit shpërthen plotësisht, duke treguar se sa shumë i kanë ndikuar veprimet dhe fjalët e Albës. Alba ecën nervoze nëpër shtëpi, duke vëzhguar çdo lëvizje të Elionës, sikur po përpiqet të gjejë momentin e duhur për të shpërthyer. Ajo fillon t'u flas banorëve të tjerë me një ton të ulët, por të mbushur me qëllim, duke treguar hapur se ka një plan të saj. Unë e shoh shumë mirë çfarë po bën Eliona, thot Alba, duke tundur kokën me ironi. Ajo mendon se mund të sillet si engjëll këtu brenda, por unë do t'ja heq atë maskë. Do ja nxjerr të vërtetën në shesh. Banorët e tjerë e shohin të hutuar, duke mos e kuptuar plotësisht se çfarë ka në mendje Alba, por është e qartë që ajo është e bindur për atë që thotë. Ajo vazhdon të përflas situatën. Si dikush që po mundohet të krijojë tension, Eliona po sillet sikur është vajza më e mirë këtu, sikur është viktimë. Por unë e di mirë që ajo nuk është ashtu siç e shesin të gjithë. Unë do ta provoj. Do ta fus në kurth me fjalët dhe sjelljet e saj, dhe do t'ju tregoj se ajo s'është ajo që pretendon. Ndërsa flet, Alba duket e vendosur, thuajse e obsesionuar me idenë e saj. Çdo herë që Eliona kalon pranë, Alba e shikon me një buzëqeshje të ftohtë, si dikush që pret momentin për të provuar një pikë. Ajo përfundon duke u shprehur edhe më ashpër para banorëve. Për mua, Eliona nuk është vajzë e mirë. Dhe po ju them troç, ajo s'ka çfarë kërkon më këtu. Duhet eliminuar. Dhe unë do të sigurohem që të gjithë ta shohin fytyrën e saj të vërtetë. Atmosfera në shtëpi mbushet me tension, teksa banorët kuptojnë se Alba po përpiqet hapur të nisë një lojë kundër Elionës, duke sjellë edhe më shumë drama dhe dyshime mes tyre. Benita bisedon me banorët në obor, e irrituar dhe e lodhur nga tensionet e ditëve të fundit në shtëpi. Ajo duket e vendosur të shprehet hapur dhe banorët e tjerë e ndjekin me vëmendje, duke e ditur që shpesh ajo nuk i mban mendimet për vete. Unë e them troç, fillon Benita, me ton të prerë. Në këtë pikë, mendoj se Alba nuk duhet të qëndrojë më këtu. Ajo sjell vetëm stres, vetëm konflikt, dhe nuk po sillet mirë me askën. Banorët shkëmbejnë shikime mes tyre, disa duke u pajtuar me kokë, të tjerë të pasigurt për mënyrën si po shkon biseda. Benita vazhdon, edhe më e vendosur. Ajo s'po e menaxhon dot veten, gjithkohës është me shpërthime. Me akuza, me nerva. Është bërë e lodhshme për të gjithë ne. Unë mendoj seriozisht që ajo duhet të eliminohet, se atmosfera këtu brenda po prishet çdo ditë dhe më shumë. Disa banorë tentojnë të ndërhyjnë, por Benita mban tonin e saj. Shtëpia nuk është vend për kaq shumë tension. Nuk mund të vazhdojmë kështu. Alba nuk po i sjell energji të mirë askujt dhe po krijon vetëm probleme. Unë s'dua ta shoh të qëndroj më gjatë në këtë gjendje. Ajo përfundon, duke fryrë lehtë si dikush që sa po ka hequr një bar nga shpatullat. Unë kam thënë çfarë mendoj. Kjo situatë s'mund të vazhdojë. Për mendimin tim, koha e saj këtu duhet të ketë mbaruar.
Dhomën e oborit e mbulon një heshtje e ngarkuar, ndërkohë që banorët e tjerë mendojnë për fjalët e saj dhe tensionet që janë bërë pjesë e përditshme e shtëpisë. Edi vazhdon lojën e tij provokuese dhe me humor, duke dashur të shohë reagimin e Dolces. Ndërsa ata po rrinë së bashku në dhomën e ndenjës, ai papritur i thot Dolces me një ton të shtirur serioz se mbase do të lidhej me Benitën, vetëm për ta parë se si ajo do të reagonte. Dolce fillimisht të shikon me habi, pastaj me një lloj nervozizmi të lehtë, sepse i duket sikur Edi po e tepron me këto lojra. Edi ngrihet, i afrohet Benitës dhe e përqafon thjesht sa për të vazhduar shakan e tij. Benita, që gjithmonë e pëlqen vëmendjen, e kupton menjëherë se Edi po e përdor këtë moment për të nxitur pak xhelozit e Dolce, dhe ajo futet në lojë pa u menduar dy herë. Ajo buzëqesh, e lehtëson situatën dhe ja kthen përqafimin duke e parë drejt Dolces, sikur të donte t'i thoshte po, pse jo, le ta vazhdojmë lojën. Dolce, nga ana tjetër, fillon të acarohet pak, sepse e sheh që Edi po e provokon qëllimisht. Ajo nuk e pëlqen fare këtë skenar dhe e ndjen veten të lënë pas dore në atë moment. Atmosfera rreth tyre bëhet më e tensionuar, me banorët e tjerë që fillojnë të qeshin dhe të shikojnë reagimet e tyre, sikur po shohin një mini dram që po zhvillohet në kohë reale. Edi e kupton që Dolce po preket vërtet dhe vazhdon akoma. Ndoshta pak më shumë se sa duhet, vetëm që ta shtyjë lojën edhe pak më tej. Benita vazhdon të ndjek çdo gest të tij, duke luajtur rolin e vajzës që papritur po merr vëmendjen e Edit, sikur gjithçka të ishte një skenë që ajo e kishte imagjinuar prej kohësh. Ndërkohë, Dolce nuk e duron dot më dhe largon vështrimin, duke e bërë të qartë se lojrat e Edit po i kalojnë kufijt. E gjithë kjo skenë krijon një atmosferë të çuditshme, me tension, humor dhe pak dramë, ndërsa Edi vazhdon të luajë lojën e tij me një buzëqeshje të madhe, duke e ditur mirë se çdo lëvizje e tij po e ndez situatën edhe më shumë. Edi dhe Dolce po kalojnë një pasdite të qetë në shtëpi, të shtrirë pranë njëri tjetrit, larg zhurmave dhe debateve të banorëve të tjerë. Të dy duken krejtësisht të përqendruar te momenti, sikur gjithçka tjetër ka humbur rëndësi. Dolce i afrohet ngadalë, duke buzëqeshur, dhe Edi e përqafon fort, me atë qetësinë që vetëm ata të dy arrin ta krijojnë kur janë bashkë. Ata shkëmbejnë puthje të buta dhe përqafime të gjata, ndërsa flasin me zë të ulët, duke i treguar njëri tjetrit se sa bukur po ndihen në shoqërinë e njëri tjetrit. Atmosfera është e ngrohtë, e mbushur me ndjenja të sinqerta dhe një lloj afërsie që ditët e fundit është bërë gjithnjë e më e dukshme për të gjithë banorët. Dolce i thot Edit se me të ndihet e qetë dhe e sigurt, ndërsa Edi i përgjigjet se ajo e ka bërë të ndryshojë shumë gjëra brenda vetes, gjëra që nuk i kishte përjetuar me askën tjetër atje. Ata qeshin, shkëmbejnë shikime të gjata dhe rrinë të përqafuar, duke treguar hapur se lidhja e tyre tashmë nuk është thjesht një afrim i rastësishëm, por diçka më e qëndrueshme. Banorët e tjerë, nga larg, vërejnë se Edi dhe Dolce janë bërë thuajse të pandashëm, dhe të gjithë bien dakord se tani ata janë me të vërtetë çift brenda shtëpisë. Në çdo moment që shihen bashkë, duket qartë që po i shijojnë këto ditë dhe këtë afërsi që është forcuar dita ditës. Benita qëndron në qoshen e oborit, pak e tensionuar, ndërsa kushtrimi i afrohet me atë buzëqeshjen e tij të zakonshme. Ajo merr një frym të thellë dhe, me një ton pak të prerë, i thot: "Unë dikur të pëlqeja, po ta them sinqerisht. Por tani, jo më. Kam ndryshuar mendim." Ajo e thot këtë me një lloj krenarie, sikur dëshiron të tregojë se nuk i intereson më si më parë. Por kushtrimi nuk e merr seriozisht dramën e saj. Ai buzëqesh akoma më shumë, i afrohet edhe më pranë, duke e parë drejt në sy me një shprehje të qetë, thuajse lozonjare. Thot ai me një të qeshur të lehtë, po pse jo më? Çfarë ndryshoi? Hajde, pëlqeje prapë. S'ka asgjë të keqe. Benita ngrit vetullat, sikur po përpiqet të ruajë seriozitetin e saj, por nga mënyra si i ndritin syt duket që fjalët e kushtrimit e kanë lëkundur pak. Ajo kthen kokën në anë sikur s'do ta tregoj, por qesh lehtë, e pavetdijshme. Jo more, mos u bëj qesharak, thot Benita duke u përpjekur të qëndrojë e ftohtë. Tani nuk më pëlqen më. Ka kaluar ajo punë. Kushtrimi tund kokën ngadalë, si të donte ta ngacmonte edhe më shumë. Mua më duket që nuk ka kaluar aq shumë sa thua, i thot ai. Nuk je aq e bindur sa po përpiqesh të dukesh. Benita e shikon sikur do të thotë diçka për të mbrojtur, por fjalët nuk i dalin. Ajo bën sikur largohet.
pastaj kthehet prapë dhe i hedh një vështrim të shpejtë, të cilin përpiqet ta fshehë. Kushtrimi qesh përsëri, i kënaqur që arriti ta trazoj, dhe atmosfera mes tyre mbetet e çuditshme, një përzierje mes shakaje, simpatie dhe fjalëve të pathëna që asnjëri s'po i pranon plotësisht. Benita debaton me kushtrimin me një ton të ngritur, duke u dukur se më në fund ka arritur pikën ku nuk mban më brenda asgjë. Ajo i thot hapur se nuk është dhe nuk ka qenë kurrë opsioni i dytë i askujt, e aq më pak i tij. Sipas saj, mënyra si është sjell kushtrimi kohët e fundit e ka bërë të kuptoj se ai nuk ka qenë i sinqert dhe se ajo nuk mund të vazhdojë të përqejë dikë që, sipas saj, luan me ndjenjat dhe me situatat brenda shtëpisë. Benita, e irrituar dhe e lënduar njëkohësisht, shprehet se ndjenjat e saj kanë ndryshuar dhe se ajo nuk ka më interes për të, duke e cilësuar kushtrimin si një djalë të keq, dikë që nuk i jep siguri dhe që i duket i paqëndrueshëm në sjellje. Ajo i tregon se nuk don të ndjehet e përdorur apo e vendosur si zgjedhje e dytë dhe se meriton respekt. Nga ana tjetër, kushtrimi mundohet të ruajë qetësinë dhe përpiqet t'i shpjegojë se ajo ka keq interpretuar disa situata, duke i thënë se ai nuk ka dashur asnjëherë ta lëndojë. Ai i afrohet, duke u përpjekur ta bindë se gjërat nuk janë aq të zeza sa ajo po i paraqet dhe se ai thjesht është përfshirë në disa keqkuptime që kanë ndodhur mes tyre dhe banorëve të tjerë. Benita, megjithatë, vazhdon të ndihet e zhgënjur, ndërsa kushtrimi përpiqet t'i japë sqarime dhe të kuptojë pse situata ka dalë kaq jashtë kontrollit. Në shtëpi ndihet një tension i madh, dhe banorët e tjerë e vërejnë që mes tyre po ndodh diçka serioze, ndërsa debati sa vjen e nxehet më shumë.